Përshëndetje, mirë se erdhët tek klasa e radhës në kuadër të mentorimit për mësuesit që kanë klubet e ESD-s nëpër shkolla. Sot do fokusohemi te klasa në vazhdim, që është klasa numër 2, ku në klasën 1 kemi zhvilluar një njohje të përgjithshme me programin dhe të 5 parimet. Tani është momenti që të shkojmë më thellë tek sa përket shpjegimit të secilit parim. Këtë herë, këtë sesion do përqendrohemi ke parimin me ndo. Prandaj kjo do jetë edhe tema e klasës dhe sigurisht do bazohemi tek rëndësia dhe mënyra si të vlerësojmë situatat. Çfarë ndërveprimtarisht do kemi? Do kemi aktivitetin për vëmendjen, lojën me dy rrjeshta, si dhe vazhdojmë me forcimin fizik, teknika fizike dhe si gjithmonë do e mbyllim me rrethin e mbylljes. Ju kujtoj gjithashtu që çdo herë fillojmë klasën me një rreth të parë që është rrethi i hapjes, ku duam të shikojmë çfarë është energjia, ku është energjia e grupit në fillim të orës, si ndjen, çfarë problematika kanë, shkurtimisht në mënyrë që të ketë një lidhje me grupin si dhe me hyrjen në klasën për të cilën është mbledhur grupi në atë ditë. Fokus të parimit me ndo është vëmendja, sa kushtojmë rëndësi intuitës dhe të qenit present. Pra, bërim çfarë dëshirojmë të bësh, sipas vlerësimit që mësimet prandaj është e janë shenja që dhe ku janë situate. Kemi videon të cilat ju i gjeni në kanalin e ESD Albania në YouTube dhe janë publike dhe mund të shpërndani ato edhe me nxënësit tuaj, duke qenë se janë dizenjuar posaçërisht për këtë grup mosh. Mbasi kemi shpjeguar parimin me ndo, fillojmë me disa aktivitete lëvizore. Loja e parë është ajo që ne i quajmë përshkruaj personin. Kemi klasën të ndarë në dyshe dhe nxënësit i kërkojmë nxënësve që të jenë me kurriz nga njëri tjetri, siç janë këtu në foto. Ky është një aktivitet i thjeshtë, por shumë efektiv për zhvillimin e vëmendjes, vëzhgimit edhe ndërgjegjësimin për mjedisin që na rrethon dhe për sjelljet e personave që na rrethojnë. Në lojën në fjalë, pjesëmarrësit vendosen pra me kurriz nga njëri tjetri dhe pasi kanë vëzhguar pamjen edhe qëndrimin e personit tjetër, kur janë me kurriz, atyre ju kërkohet që të përshkruajnë disa karakteristika kryesore të partnerit. Unë jap një numër zakonisht, ju them për shembull gjeni përshkruani 5 gjëra që ju vu tre ke veshja ose ke personi që keni mbrapa kurrizit tuaj. Çfarë gjërash mund të jenë këto? Mund të jenë ngjyra bluzës, flokët, ngjyra syve, aksesor që mund të ketë nxënësja apo nxënësja e të tjera me radhë. Një version është ky, juve mund të jepni edhe variacione të tjera të kësaj loje, duke kërkuar për shembull që njëri të ndryshojë diçka në pamjen e saj dhe nxënësi mbrapa të mundohet të gjejë ndryshimin. Ky ushtrim ndihmon pjesëmarrësit që të rrisin vetdijen vizuale, qëndrimin edhe aftësinë për të vëzhguar me kujdes. Këto janë elemente thelbësor tek ESD-ja për të ndaluar situata të pakëndshme apo për të ditur si të reagojmë nëse ndodhin këto situata. Është një lojë interaktive e cila ka edhe pak humor brenda, kështu që është një lojë që shërben edhe për të shkrirë akullin mes tyre. Mbasi kemi zhvilluar një lojë të tillë, atëherë kalojmë tek ushtrimi i radhës, që është loja me dy rrjeshta. Disa për juve e kanë bërë këtë në trajnimet tona për mësuesit dhe tek loja me dy rrjeshta, nxënësit kërkohen që të vihen përballë njëri tjetrit, ku secili nxënës duhet të ketë një nxënës tjetër përballë. Dhe në këtë lojë neve do i rikthehemi
qëndrimit bazik të vetëmbrojtjes, i cili u mësua në klasën e mëparshme, dhe ju kërkohet nxënësve që të sigurohen për hapësirën e tyre personale. Në fillim ju shpjegojmë çfarë është hapësira e tyre personale dhe që rekomandojmë që të jetë 2 metra ose 2 krah distancë nga personi tjetër. Mbasi kemi shpjeguar hapësirën personale, kemi rikujtuar qëndrimin e pozicionit vetëmbrojtjes dhe të vendosjes së kufive, që është me 2 duart përpara dhe pozicioni këmbëve njëra këmbë përpara, tjetra gjys hapin mbrapa. Neve japim instruksionet ku njëri grup duhet të ecë përballë grupit tjetër. Pra çdo nxënës duhet sigurohet që nxënësi që ka përballë nuk afrohet më shumë se 2 krah apo 2 metra distancë. Raundi i parë bëhet me hap dhe pastaj e praktikon dhe grupi tjetër. Raundi i dytë bëhet hecja me hap të shpejt dhe raundi i tretë kërkohet që grupi të ecë me vrap. Mbasi është realizuar loja, gjithmonë duhet të ketë një diskutim në funksion të parimit që po e studiojmë në atë klasë dhe duke theksuar elemente që ne i shohim që nxënësit mund t'i përmirësojnë. Gjithmonë korreksionet, korrigjimet apo nxitja e nxënësve bëhet në formë pozitive, duke i inkurajuar dhe duke i ndihmuar për t'u përmirësuar. Jo në formë kritike, jo në formë të ekspozimit të njërit nxënës për kundrejt në sy të grupit që është aty prezent, pra kemi kujdes që mënyra e të mësuarit të jetë fuqizuese. Shtrohen ca pyetje për diskutim, si për shembull si ishte ndjesia, sa në gjendje ishit të ruanit distancën, ishte më e lehtë apo më vështirë kur nxënësit ecin me hap të ngadalt apo me hap të shpejt apo vrap, dhe e lidhim të diskutim me mënyrën se si neve reagojmë në funksion të kohës që na jepet kur ndodh një situatë e pakëndshme apo e parehatshme. Kjo është e rëndësishme sepse shumë herë neve e kemi më të vështirë për të vënë kufi apo për të reaguar me ata njerëz që janë afër nesh, që janë të dashur, që i kemi miq, që i kemi të familjes apo që kanë një pozicion ndoshta e prori, siç mund të jetë një mësues apo një tjetër koleg i shkollës, dhe janë tema pra që diskutojmë me nxënësit në mënyrë që të kuptohet sa e rëndësishme është për të vënë kufi dhe për të diskutuar një situatë apo një sjellje të pahishme që në fillimet e saj, pa u përkeqësuar ajo dhe pa u rënduar ajo. Mbasi kemi realizuar këtë lojë, ne sugjerojmë që në vazhdim të kalojmë tek forcimi fizik dhe teknikat fizike. Kemi rifreskuar qëndrimin bazik të vetëmbrojtjes dhe në këtë orë ne duam të praktikojmë disa teknika që i quajmë të buta, sepse nuk janë me goditje. Në fillim mund të fillojmë me kapjen e nga dora dhe mënyrën se si ne mund të çlirohemi nga një kapje e tillë. Disa prej teknikave janë larja e fytyrës, do të thotë nëse personi na ka kapur për dorë dhe ne bëjmë një gjest me dorën tjetër që e kemi lirshëm, duke e sjell përpara fytyrës së personit në mënyrë që të shpërqendrohet, të jetë një mënyrë surprize ku të gjendet ai moment ku dora të jetë më e lirshme dhe të mund të shkëputet nga kapja. Këtu theksojmë disa nga parimet e vetëmbrojtjes, që është elementi i surprizës, si një element i rëndësishëm për të shpërqendruar agresorin dhe për të ndaluar apo neutralizuar kështu atë sjellje të pahishme që po ndodh. Dhe kjo është një nga teknikat që neve mund ta përdorim në këtë klasë. Fillojmë pjesën e teknikave fizike gjithmonë me një nxemje të lehtë dhe përsërisim qëndrimin e vetëmbrojtjes, pasi është baza e të gjitha teknikave fizike të ESD-s, dhe në këtë mënyrë sigurohemi që nxënësit e kanë përvetësuar si qëndrim. Është një qëndrim shumë i rëndësishëm, jo vetëm për të qenë gati apo për të vendosur një kufi apo për të respektuar hapësirën fizike, por edhe është një edukim për mënyrën se si të qëndrohet drejt, me shpatullat e lirshme të lëshuara poshtë, me shikimin përpara, dhe ndihmon kjo në forcimin e aftësive të vetbesimit të nxënësve. Më pas vazhdojmë me
praktikimin e teknikave, siç tham pra me teknikën e kapjes nga dora, apo ndonjë teknik tjetër që juve e keni në program për atë ditë. Mbasi kemi realizuar, dua t'ju kujtojmë edhe një herë Do vijemi në Ljesha, që të mësojmë pak qëndrimin bazik të vetëmbrojtjes. mbrojtjes në radhë për gjatë lojra. Kështu që vendoseni kështu me fyra unë, 2-3 veta, jashtë 3 veta, 3. Kuptoj sa e rëndësishme është vendosja e mësimeve në rregull, në mënyrë që juve të keni mundësi të dinjitohet sa më mirë të realizojë programin, por nga ana tjetër ndihmon edhe nxënësit të jeni në rregull me për të realizuar sa më mirë. Përthym gjuj, është sigurim. Kemi thënë që përsëritja është mama e dijes, prandaj mos hezitoni të përsërisni disa herë teknikat, qëndrimet bazike të vetëmbrojtjes, për t'i rifreskuar dhe për t'i përmirësuar me kalimin e kohës. Në fund të klasës, patjetër që realizojmë edhe rrethin e mbylljes. Mbani mend, te rrethi mbylljes sigurohemi për një përmbledhje të klasës ku japim mesazhe të kyç që kanë të bëjnë me temën e diskutuar gjatë klasës, japim udhëzime të rëndësishme që ju mund të keni si mësues për sa i përket asaj teme, sigurohemi që kemi një përshtypje edhe të nxënësve për të ditur se si janë ndjerë, si ka qenë klasa për ta, gjë që na ndihmon për të kuptuar edhe problematikat që ata hasin në të përditshmen, por edhe na ndihmon për të ditë se ku janë pikat që neve duhet punojmë më shumë apo më fort në lidhje me përgatitjen e tyre për sigurinë personale. Ju kujtoj si zakonisht, rrjetet tona sociale, na ndiqni në Instagram, Facebook, LinkedIn apo në kanalin YouTube ku kemi të gjitha videot e mentorimit për vitin në vazhdim.